Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një takimi në lidhje me sigurinë ushqimore tha se rasti i salmonelës në Shqipëri u zbulua vetëm kur u sëmur kryeministri Edi Rama. Merret vesh vetëm kur sëmuret kryeministri me salmonel, sepse deri atëherë nuk u mor vesh dhe nuk u mbajt asnjë përgjegjësi. Kush i solli këto? Dikush afër qeverisë ndaj nuk ishte hetim. Edhe ky dha dorëheqjen kur u smur Rama që thoshte e kam nga breshkat, e ka pasur nga pulat, e sigurt. Një reformë në këtë sektor është e domosdoshme. Duhet jetë një sektor qendror në sigurinë kombëtare. Duhet të ketë financim. Do të trefishojmë buxhetin në këtë fushë. Siguria e ilaçeve dhe ushqimeve është shumë e rëndësishme, thot Berisha. Ky i fundit u shpreh se kontrolli mbi ushqimet në Shqipëri ndodhet në duart e mafjes. Ai e cilësoi situatën alarmante, duke theksuar se është vetë mafia shtetërore, ajo që kontrollon sektorin e sigurisë ushqimore, i cili sipas tij është një nga më të rëndësishmit për shëndetin e qytetarëve. Kreu Demokrat u shpreh se Shqipëria nuk plotëson asnjë nga standardet e Bashkimit Evropian për sigurinë ushqimore, duke theksuar se pavarësisht pranisë së ekspertëve të kualifikuar, ata janë të përjashtuar nga proceset vendimmarrëse. Sipas tij kontrollet bëhen nga strukturat korruptuara, të cilat pengojnë përfshirjen e investitorëve të huaj dhe zhvillimin e sektorit me cilësi europiane. Ai kritikoi ashpër edhe mënyrën se si menaxhohen prokurimet publike, duke thënë se në 99% të rasteve ato fitohen nga kompani shqiptare, ndërsa të huajt përjashtohen përmes burokracive të qëllimshme. Kanë vënë një rregull që dokumentet duhen për 38 ditë dhe i huaj paraqitet vetëm pasi është firmosur prokurimi, deklaron ai, duke e quajtur këtë një pengesë të qëllimshme ndaj konkurrencës së ndershme. Berisha thekson se siguria ushqimore është drejt për drejt e lidhur me shëndetin e qytetarëve dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme për ta nxjerrë këtë sektor nga duart e interesave mafioze.